Sot është dita e fundit para zgjedhjeve të 11 majit, ku drejtuesit e partive politike i bëjnë thirrje diasporës që të votojë. Kryeministri Rama u kujton shqiptarëve jashtë kufive që ende nuk e kanë dërguar mbrapsht zarfin me votën e tyre, se është dita e fundit e ballafaqimit të palëve para gjykimit të popullit sovran. Ai thotë se ky është dhe mesazhi i fundit që do të përcjell motrave dhe vëllezërve në Greqi e me radhë, ku ende ka zarfe që janë nëpër shtëpi dhe ku ka ende kohë për të bërë pjesë e takimit të historisë më 11 maj. Ky është edhe mesazhi i fundit që dua t'ju përcjell të gjithë motrave dhe vëllezërve tanë në Greqi, në Itali, në Gjermani, në Britani e me radhë, ku ende ka zarfa që janë nëpër shtëpia dhe ku ende ka kohë për të bërë pjesë e takimit historik të 11 majit. Për të takuar historinë së bashku me shumicën ndërmuese të shqiptarëve që në 11 maj do të përcaktojnë pas një ekivok rrugën e fatit evropian të Shqipërisë. Ju lutem, keni marrë mundimin të regjistroheni, jeni në kushtet kur për herë të parë në histori mund votoni drejt për drejt nga jashtë kufive.